Unë nuk e besoj që bie Irani pa mbështetjen e Rusisë, pa u bindur nga Putini. Ai ushtarakun në mbledhjen e shtabit nuk e pyet dot presidentin pa i thënë presidenti më pyet. Po pra, ka dashur që ta shohë. Ka dashur që ta shohë. Për të na dëgjuar. Unë besoj që në një farë mënyrë rezultati atje dhe jo besoj e dëgjova deklaratën e Putinit, apo jo, që tha po të ishte Trump i tha në administratën Biden nuk do të kishim luftë me Ukrainën. Tash këto janë deklarata politike dhe kanë një rëndësi në mesazhin që duan të përcjellin. Po ama dëgjove presidenti Trump çfarë tha sot? Po presidenti Trump na sugjeroi mediator Putinin, ndërkohë që Putini ishte me mandat aresti nga gjykata e krimeve kundër njerëzimit. Po pra, ai na i sugjeroi në fillim pas deklaratës së Macronit, për cilin tha që është djalë i mirë, po nuk kupton asgjë. Po pra. Po strategjia e tij po prodhon stabilitet në linjën e mesme. Garantoj statu quo, no? Jo stabilitet. Kemi statu quo. Kemi një regjim. Nuk është Irani kërcim për ta marrë. Të lutem vetëm dy. Kjo kanë variat general në thonë. Dy qendrime parasetike. Po çfarë po e tha Tucika për të do besojmë këto do besojmë. Sekol dy qendrime parasetike. Nobelin e ka Merakun, do e marrë Nobelin apo jo? Por për mua duhet ta marr sepse është inkurajim për të marrë Obama. Jo, në rregull jam me këto referenca jam dakord. Është well deserved me gjitha çka ka ndodhur. Do të të eliminosh një pretendim për një fuqinë nukleare, e cila ka qenë thelbi gjithë konflikteve në linjën e mesme. Dhe jo vend demokratik. Do të vend me problemet mëdha. Do i cili ka krijuar problemet në të gjithë rajonin, do të thënë edhe problemi me vendet arabe është akoma më i thellë se sa kjo që shohim ne e tjera. Dhe do të thënë e ka të bëj edhe me ekonominë botërore, me ngushticën e Hormuzit e tjerë, pra ka disa gjëra të cilat besoj kanë pozitivitet në vet. Por mbi të gjitha, ajo që unë mendoj ka vlerë është për t'i dhënë goditje një nukli geopolitik i cili kishte fituar një relevancë shumë të madhe, që bashkoheshin kryesisht 3 vende, 4, që ishte Kina, Rusia, Irani edhe Korea. Pastaj edhe vendet BRICS-it her pas here që lëvizin nga një anë tjetër. Dhe ne si pjesë e një aksi tjetër, që është Amerika, NATO, Europa, Kanadaja dhe vendet partnerë Australia, Japonia kështu me radhë, besoj që është në interesin tonë. Ndashtë sigurisë kombëtare, ndashtë interesit tonë politik. Ne duhet të ndajmë, zotë, jemi me Europën, se po ka divergjencë të mëdha, apo jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se ne flasim nga mëngjesi deri në darkë, bile nga mëngjesi deri në mëngjes, për integrimin në Europë, për të kaluar provimet. Ne mund të jemi me këtë dua se ka vënë njëri në dyshim këtë që jemi me integrimin europian. Duhet bëjmë një zgjidhje ekspertizë të mirë të qeveria. Nuk besoj që na ka shtruar ndonjëherë çështja që duhet zgjidhim Amerikën apo Europën. Për një arsye të thjeshtë, dhe Amerika ka qenë pro integrimit europian të Shqipërisë. Dakor? Dhe ka parë unitetin europian si gjithë Ka vlefshëm. Europë mirëfilli, ky është problemi. Çështja pasaj sa Europë ka që flet edhe s'bën, kjo është një çështje tjetër pastaj. Sa Europë ka thotë do zgjerojmë dhe vjen e gënjen se do i zgjeroj ata që thonë që nuk do të zgjerojnë. Unë mendoj që pyetja për ky debat mbaron thjesht me një pyetje që unë mendoj është retorike. Mbrohet dot Europa pa Amerikën? Absolutisht për situatën që ka. Unë nuk mendoj që e para një nuk ka interes. Po që duhet ketë një strategji për ndryshim të kësaj. Aleanca e NATO-s nuk është vetëm aleanca NATO, Kanada, Europë. Është më shumë se kaq. Është në partneritet, është Australia, është pashtu edhe vendet tjera, Japonia, por janë të përfshira dhe vendet e lindjes mesme. Pra është zgjeruar si aleancë, do të thënë Atlantike në partneritet edhe me pjesë të veriut të Afrikës e tjerë. Dhe unë mendoj sa me gjërë që tjetë ky lloj partneriteti ushtarak, konsultim, sigurie e tjerë, aq më efektive dhe më paqe mund të ketë. Pra edhe më imponuese është. Por unë dua të kap edhe një moment tjetër, Sokol, sepse ti nxorë një lajm the kryeministri nxorë tha do bëjmë samitin e NATO-s. Nuk tash nxorë kryeministri. Jo, e pashun që ai ishte njoftimi, po është ta them pse e them këtë. Lajm është një gjë shumë e mirë të bëhet samiti i NATO-s në Shqipëri. Jo, lajm pozitiv është. Por do vi një ditë që do bëhet samiti sepse jemi vend antar i NATO-s, dhe kështu qarkullon, do thënë kjo është ju e njihni mirë se keni qenë ministrim. Jo, se kam lajmi është u vendosur, nuk tash nuk fitova. Doli për ilustrimin. Çfarë dua të them? Shqipëria nuk merret me thelbin për fatin e keq, qoftë në pikpamjen asaj çka duhet bëj si vend i NATO-s, në kapitalin politik apo dhe ushtarak, apo rajonal, edhe më gjithë se kaq, por nuk merret as me problemin. Sepse unë mendoj që ne në raport me Iranin duhet të bëjmë një analizë për efektet që kësaj çka ndodh në Shqipëri, sepse ky lloj pozicioni që është marrë qoftë me ndryshimin e regjimit, apo problemet që mund të ndodhin me dobësimin e leadershipit politik në Iran,
mund t'japim pesh forcave ekstremiste. Dhe Shqipëria ka qenë një vend nën sulmet e Iranit, sulmet kibernetike, deklarime të vazhdueshme, do të thënë popull faqezi e tjerë, që përse kujtohet nga Khomeini, ka pas një tendencë për të pasur një akt terrorist në Shqipëri, në një aktivitet që zhvilloi me përfaqësues të Mekut dhe të rezistencës iraniane. Dhe në këtë pikpamje, unë mendoj që Shqipëria duhet veprojë si vend antar i NATO-s. Çfarë duhet bëjë si vend antar i NATO-s? E para duhet ketë jo qëndrim personal, as të presidentit që thot paralajmërimi i fundit për Iranin, as për kryeministin që thot bravo Trumpit, as për kryetarin e parlamentit që thot shqyqyr nemi pro Ukrainës e tjerë, çështja është me qenë pro shqiptar. Për të qenë pro shqiptar duhet i mbledh gjithë institucionet e analizës edhe të sigurisë, në atë quhet Këshilli Sigurie Kombëtare, që pothuajse është tërësisht ineficient dhe jo ekzistent, për të krijuar një strukturë që të bëjë analizën e çështjeve të sigurisë, sidomos në këto lëvizje gjeopolitike që kemi sot.